Gjendja aktuale ekonomike është sipas vlerësimeve tona, por edhe të ndoshta organizatave tjera të cilat merren me matet, thuhet të jetë goxha e vështirë, nuk është shënuar progres, do të thënë jemi në regres ekonomik, dhe kam frikën që çdo vit që kalon më shumë qytetari do ta ndjen shpatullat e tij krizën e prodhuar deri për këto 5 vite të fundit. Realisht Partia Demokratike e Kosovës si kryetar ka një ekonomist të zotin, i cili mendoj që është përgjigjja më e mirë ndaj sfidave ekonomike dhe duke pa dhe plan programin e PDK-s konkurruese në zgjedhjet e kaluara që pak a shumë do të jetë i ngjajshëm edhe tani. Atëherë shohim një fokus mbi përmirësimin e mirëqenies dhe jetës qytetarëve. Kemi shtrejtim të çmimeve, kemi të shtrejtim të energjisë elektrike, pastaj dhe në anën tjetër nuk e kemi asnjë masë prioritar që ndoshta konkretisht do ta luftonte një situatë të tillë të prodhuar. Kohëve të fundit po shohim edhe disa krahasime të cilat janë shqetësuese, ku çmimet e produkteve elementare në Kosovë i tejkalojnë shpeshherë ato çmimet për të njëjtat produkte edhe në Bashkimin Evropian, ku duhet gjithmonë bërkrahasimi edhe mirëqenien e atjeshme me mirëqenien e tanishme, atë kuptojmë se çfarë gjendje është produkti 5 vite. Qytetarët sot shporteve kanë më të zbrazët, mundësitë për shkollim më të avancuar i kanë më minimale, realisht në këtë kontekst ne shohim që duhet një emergjencë, një veprim emergjent drejt përmirësimit të gjendjes.